Dhe e treta me radh, therrja e kurbanit në temel të shtëpisë. A lejohet të therret kurban dhe të derdhet gjaku në temel të shtëpisë, apo të futet edhe koka e kafshës që therret në temel të shtëpisë? Shiqoni, feja islame jo që nuk e lejon, po është fe e cila shumë i lufton këto gjëra, këto bestitni, këto budallallëqe të njerëzve. Prandaj është e ndaluar rreptësisht që njeriu të therr kurban kur ndërton një shtëpi me bindje se ai gjaku që futet në temel, edhe ndonjëherë edhe kokën që e kanë shtyjë në temel, do t'i sjell dobi, do t'i largoj fatkeqësinë në të ardhmen edhe do të ketë ajo shtëpi bereqet. Kjo është e ndaluar rreptësisht, sepse vetëm Allahu Dhul Xhelal është ai i cili duhet t'i mbështetemi dhe është ai i cili ka mundësi të na largoj fatkeqësitë edhe të na sjell dobi. Pra nuk lejohet therrja e kurbanit dhe sidomos të derdhet gjaku në temel ose të futet edhe koka e kafshës siç e kanë bërë më herët. Më herët është përdorur shumë në vende të ndryshme kjo, po tash edhe pse përdoret më pak, përsëri ka vende ku njerëzit, muslimanët e zbatojnë këtë vepër duke besuar edhe duke qenë të bindur se ajo do të sjellë dobi. Lejohet fetarisht, lejohet që njeriu të therr kurban, sepse kurbani është një ibadet i çmueshëm te Allahu Dhul Xhelal, edhe shpërblehet muslimani për këtë. Lejohet të therrish kurban ti nëse ndërton një shtëpi, por me bindje dhe me nijet që ta falenderosh Allahun Dhul Xhelal, që ta ka mundsuar ta bësh një shtëpi. Edhe therrish një kurban dhe me atë mishin e kurbanit i gostisish familjarët, shokët, shoqërinë, edhe e ndash një pjesë për nevojtarët. Pra kjo s'ka problem, ama ta therrish një kurban dhe ta derdhish gjakun në temel, ta shtish gjakun në temel edhe kokën ndonjëherë siç e kanë bërë, praktik, e kanë fut në temel edhe të kesh bindje se ajo do të ndihmoje, kjo është e ndaluar fetarisht. Dhe Zoti na ruajt, kjo hin pastaj në kategorinë e idhujtarisë. Prandaj kemi kujdes si musliman te kjo vepër që mos ta bëjmë asnjëherë. Nëse dikush e ka bërë, pendohet edhe mos ta veprojë më në të ardhmen asnjëherë. Therr kurban, ama jo ta shtish në temel. Jo besojsh edhe ti jesh i bindur se ajo do të sjellë bereqet në jetën tënde. Prandaj kurbani është i preferuar, kurbani është shumë i shpërblyer te Allahu Dhul Xhelal, por ta therrish ashtu siç e kërkon feja, edhe të mos bësh bidate, risi edhe bestitni tjera të cilat nuk kanë asnjë lloj baze në fen tonë, jo që s'na sjellin dobi, po ato na sjellin edhe dëm, na shkaktojnë edhe probleme pra në jetën.